Bëhem bashk pas 40 vitesh. Nuk janë më ata adoleshent me ëndra të mëdha dhe libra në duar, por sot prindër e gjyshër, që mblidhen për të kujtuar ato vite që në memorien e tyre kanë betur më të bukurit. Ish nxënës të gjimnazit Asim Zeneli, shkollës që i mësoi, edukoi e përcaktoi rrugëtimin e tyre, bashkohen dhe njëherë si dikur, jo vetëm për të kujtuar të kaluarën, por edhe për të festuar të tashmen. I kam mbledhur gjirokastra në një takim zemre, për të përqafuar e buzëqeshur me njëri tjetrin, për të kërcyer e kënduar, për të ndier edhe një herë të rinj. Vijnë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, por edhe vende të ndryshme të botës ku ata kanë ndërtuar jetën. Për mua janë vitet më të bukura. U kënaqa shumë që u mblodhëm në këtë takim të përzëmër. Në veçantë jemi takuar me njëri tjetrin në pushimet e beharit, se janë të gjithë të larguar në shtetet të tjera, në qytetet të tjera. Po ndryshe si sot që u mblodhëm të gjitha klasat e kështu. Ka shumë nga këta që u takuam pas 40 vjetësh. Them që është diçka e veçantë sepse është pas 40 vitesh, matura e vitit 1985, jemi 2025. Edhe menduam të bëjmë një organizim të këndshëm të 3 maturave, sepse shumë nga nxënësit tanë të asaj të atyre viteve jetojnë në Greqi, dikush është në Tiranë, dikush është në Amerikë, dhe pak kanë ngel në Gjirokastër. Dhe në fakt Gjirokastra na mbledh sepse Gjirokastra është e bukur dhe emocionet që kemi përjetuar në gjimnazin Asim Zeneli të atyre viteve, mundohemi të kujtojmë sonte, të kërcejmë, të këndojmë. Ndihemi 40 vite më të rinj. Imagjino 40 vite se sa shumë janë. Një surprizë e këndshme, një falënderim pa parë për organizatorët, sepse na jep mundësinë të shifemi, të tregojmë ato historitë e shkuara, që kanë qenë të vështira, po kanë qenë shumë të bukura, edhe t'ju urojmë njëri tjetrit të takojmë sërish, të kemi punë të mirë, të jenë fëmijët tanë mirë, edhe vetëm në gëzime dhe për atë të mira takojmë. Gjirokastra është qytet shumë i bukur dhe besoj që një pjesë e madhe e maturantëve të cilët janë larguar nga Gjirokastra të mos kenë haruar Gjirokastra. Unë personalisht nuk e kam haruar dhe madje të gjitha gjërat i kam këtu. Pavarësisht se banoj në Tiranë, aty është puna ime, por rrënjët e mia i kam këtu. Dhe sot, me thënë drejtën, e bëra gjithë sheshin e pazarit me këmbë. Ishte një kënaqësi e paparë. Dhe madje ka marrë shumë video në Athinë, duke u treguar shiko çfarë qyteti është. Ky takimi i maturantëve të vitit 1985 nuk ishte thjesht një rikthim në qytetin që i dha qytetarie vlera njerëzore, por një dëshmi se miqësitë e vërteta nuk imposht koha.